zinaja pamundson për hundë mirë. Një që zinaçar Allah na rujt, ka më pasur problem të tjetër për nëse nuk pendohet tek Allahu te bareku. Andaj më kaim rahimullah sjell shumë transmetim të selefëve për ditën që kanë pas në, domethënë, në përfundimin e mirë, ditën që kanë pas përfundim të mirë, që më përfunduan në fund apo. Edhe përmend një rast të më ka pëlqyer apo se një ditë Sufjan Thauri rahimullah, don prezant disa njerëzve ka rrjedh latë ka kajt, ka thonë a për mëkate po kana, që ki gjunafën. E ka kap dollë, e ka thonë Allah gjunat për mua që është kështu që, pas parës ti bëj ato. Atë kuptojmë që pendon apo ajo që po më nëjot është çish ka marrë punë. A ka mos më marr tiri në fund që duhet më dal faqe valla. E ajo që e tradhon deri më shumë në fund është zinaja në udhëbla. Ajo që ka tradhuar dikon, tradhon imanin në fund ato në udhëbla. Kjo është problemi sipas veprimit apo. Ka tradhuat apo. E ka dik dikon keq me këtë tradhi, ki më dik halama keq për këtë tradhi apo. Nga se imani të rëthavën. S'ka mund si njëri me vdek me la ilaha illallah, me përmen shamu i caktum kër njerëzit momentet dike që ka në thuj la ilaha illallah, a i ka përmen emnin dashnurës, emnin e kësaj, s'ka shansë edhe ka vdek me emnin dikuj tjetër në gojë, me emnin të Allahu te bareke ve teala. Këto nuk janë çështje që duhet më një tillë apo që po i ka ndodhur, jo, kjo i bëkaj më e bën si një përvojë e cila është standard. Tash jo këtë njerëzve ju ndodh me përmen këtë emrin, por Ibn Qayyim do më tregu se është rregull se zinaçari nuk vdes vdekjen të rëndom normale në raport me imanin apo. Kjo është rregull apo. A ka përjashtime nuk e dim, ka një përjashtim diku patjetër, por nëse nuk pendohet dhe me këtë praktik vazhdon deri në vdekje, vdekja e tij do të jetë një vdekje që e tradhon imanin e tij, e tradhon besimin në fund që s'u thot la ilaha